Gjatë 3 viteve kemi parë armë cilat janë qenë si një rajon stabilisti. Në një tokë sa në një luftë të tillë dhe ai sa është nuk dyshon, po ideja thelbi i idesë është që shpeshherë kemi dëgjuar për armë që do ndryshojnë luftën. Shumë kur ishte rasti tankeve Leopard, thanë që në këtë moment Rusia do mundet në fushën e betejës, nuk ndryshoi asgjë. Prandaj them që dhe Taurusut, kam përshtypjen që rusët janë përgatitur për diçka të tillë. E dini shumë mirë që do vinte një moment që dhe Taurusut do jepen, mund të jepen edhe gjëra të tjera. Për të ndaloj pak sepse unë nuk e di, në këtë studio nuk është thënë asnjëherë nëse referohet studios tonë, që do vinë Leopardët dhe do ndalë Rusia. Në të gjithë dhe media botërore, propaganda. Dhe media botërore. Por mund të më thuash sa Leopardët çuan? 260 copë. Ka qenë 200 copë? Më pak se 260 më pak. Edhe nuk kanë qenë dyshi, kanë qenë njëshi, kanë qenë gjithë defektoze, gjithë magazinat. Ka pasur edhe dysha, tanket Abrams janë dërguar magazinat. Janë dërguar amerikanë, kanë qenë cilësi e lartë. Kështu që nuk tanket Abrams amerikanë kanë qenë cilësi e lartë. Ka qenë Challenger britanik, ka qenë gjithashtu cilësi shumë e lartë. Kështu që 30 copë Abrams. 30 copë? Me 30 copë do ndryshojnë fati nuk kanë dyshuar. Ideja ka qenë e tillë sepse ideja ishte simbolikisht që do bënte do thonim do zhvigjeronte qasjen e mbështetjes ushtarake politike në mënyrë masive. Edhe Taurusu simbolik janë. Edhe Taurusu simbolik janë. Sepse shumica e raketave për shembull Storm Shadow ose Abrams që ka goditur Ukrainën në Rusi janë kapur nga mbrojtja ruse. Pra nuk se kanë bërë ndonjë dëm. E njëjta gjë do ndodhë edhe me Taurusin në këtë rast. Kështu që nuk besoj se rusët janë kaq pa përgatitur.